në këtë lidhen që e pati avokati të akuzuarit dhe një pjesë të duke përfshirë të edhe trajnerin e Bekim Shotani, po pajtohen që ngjarja që ka ndodhur në ndeshjen apo sulmi që ka ndodhur ndaj Belgin Jasharit nuk ka baza racore, cili është mendimi yt se përket këtij rasti të ndodhur në ndeshjen e grup moshave U15. Faleminderit ju edhe gjithë aty panelistët, përshëndetje për gjithë aty të pranishmit. Unë e kërkoj ndjes, nuk e kam përcjell diskutimin që kanë, edhe nëse unë dalë diçka prej asaj që shton aty, kërkoj ndjes fillimisht. Unë e jam marrë tash pasi që ka ndodhur rasti, jam marrë edhe me detajet e rastit. Po. Rasti është, domethënë sulmi që ka ndodhur, është i kanë parapri fyrjet që janë bërë me diskutimin, domethënë fyrjet bazuar në bazë raciste. Po ju citoj se çka ka thënë Inderumi, ka thënë që ju ma gjithë duheni me dalë me mbledhje krahas jeni për futboll. Nëse kjo nuk është racizëm, thumani. Ju ma gjithë nuk jeni për me lujt futboll. Jo, as i fjale, jo. Po mos e cito krejt çka ka thonë ai, se nuk është e hijshme tash u përdor kjo. Jo, ai gjatë ndeshjes. Po kete, po mos e citon deputeti, mos ta citoj. Me qëse jam në studio, tash muni i shkon mirë me pas mirë kuptim me ditë me kam po flas dhe kush po reagon. Unë po flas sepse kam taku djalin me prezencë prindit, unë kam pas një paraqitje po ashtu prom, unë po flas me kompetencë. Ato që mi ka thonë djali, çka ju ka thonë në fush, edhe klubi, domethënë këto po konfirmon edhe klubi i Fushë Kosovës që gjitha këto janë thonë në kuadër të lojës futbollit, këto nuk mundet me mohu askush sepse këto janë thonë. Këto tash fati jon si komunitet